Edhe pse kalendari shënon mesin e shtatorit dhe Sina Vjeshtës ka nisur zyrtarisht, shëngjini vijon të jetë një destinacion i frekuentuar nga pushuesit. Pamjet nga kjo zonë turistike tregoj një prani të konsiderueshme vizitorësh, kryesisht të moshës së tretë, të cilët kanë zgjedhur të bëjnë pushime në këtë periudhë të vitit. Pushuesit thonë se kjo është koha ideale për të shijuar detin dhe qetësinë që ofron Bregdeti jashtë sezonit të ngarkuar, po kërkojnë më shumë pastërti. Është shumë nxehtë, temperaturat shumë të larta. Ato ti ndoshta vjen për me pushu e për me rrezit, ama edhe mundesh me pas pasoja për aty nëse shumë nxehtë i madh atë në korrik, ngushtë. Në korrik, edhe korriki është i mirë, ama na s'kemi pas kohë në korrik. Fillim shtatorit lypë mas kishte pas vend tash, e preferum, ama koha na ka mbajt. Shtatorin kemi zgjedhur për arsye se kemi ndëgjuar se do të jetë koha e përshtatshme, edhe do të maje, edhe jon, domethënë çmimet pak më të lira se si ngushtë edhe në korrik. Qetësia është nivel, freskia është shumë e bukur, plazhi është shumë i bukur, jo vetëm Shëngjini, po e tërë Shqipëria, Mikpriqja. Plazhi është qysh të them është ma e lirë, domethënë njerëz ka ma pak, ashtu preferoj unë. Edhe koha mu më përshtatet ashtu, për shkak se është shumë nxehtë, vape madhe në gusht. Kështu që shtatori si po kalon? Mirë shumë, mirë shumë. Çfarë ka të veçantë? Veçanta është gjuha shqipe në vendin tonë, që mos ikim Malzi apo Greqi apo ku ta diun në Turqi, kështu që vendi jon është më i nxehtë. E kemi zgjedhur për arsye se ato më i kohë mirë. Unë tash do të bëj të para s'kam bërë. Nuk më lejohet edhe në arsye shëndetësore, tensioni e kudiun të shkojë kohë shumë e mirë për plagë. Ndërkohë, përgjatë vijës bregdetare, shërbimet e pushtetit vendor dhe bizneset vendase vijojnë të jenë prezente për të përmbushur kërkesat e vizitorëve dhe kjo do të vazhdojë për sa kohë kjo zonë turistike do të jetë e populluar, pasi dhe moti i favorshëm është mjaft premtues edhe për periudhën në vazhdim.